parasysh pikat që ka kërkesat që ka, për pikat që kanë bërë këta të vetë e mëruarit drejtuesoj të hipotekës, për ta e ke fjalën. Të protestës. Po, protestës. Njërë në atë parë, ato pika që tha Dritan Goxha i mbrëm, nuk janë asgjë tjetër, veç se janë një mbrojtje e stërholluar e Edi Ramës, e kamufluar bukur me ca fjalë patriotike, por në thelb kërkon që të mbetet në pushtet Edi Rama dhe komunistët shqiptarë. Praktikisht tani pika e para është largimi i atij, avokat. Largimi ati nuk do të thotë zgjidhje e problemit. Ja e hoqëm atë, do vej Taulant Balla, ja e hoqëm atë, do vej tjetri. Ajo është një bushtë që ka mira klysh, Partia Komuniste e Shqipërisë, Partia e Punës. Kështu që nuk është ai rreziku kryesor, themelor. Ai është përfaqësues i këtij rreziku, që duhet qëruar se s'bën. Por rreziku është nga komunistët shqiptarë që janë shitur tek Izraeli dhe tek spionazhi amerikan. Amerikanët nuk dalën vetë, nuk dalën sepse u del boja u ikën ajo mbështetje që kanë të qytetarët shqiptarë. Dhe ç'bëjnë, fusin Izraelin dhe agentin e pa fytyrë të Izraelit Edi Rama, që është me komshi Izraelit e në gjak Edi Rama, dhe nxjerrin këto që kanë thënë. Problemi është këtu. Ne duhet të vëmë në lëvizje edhe ne duhet të kërkojmë gjykatës kushtetuese urgjentisht të bllokojë të gjitha marrëveshjet që ka bërë Edi Rama me izraelitët, me Kushnerin edhe me të tjerët. Duhet ta denoncojmë atë që denoncojmë të gjitha ato marrëveshje dhe gjykata kushtetuese të nxjerrë jashtë ligjit. Dhe i bëjmë cilë gjykatës kushtetuese jenë në një pozicion të tillë, jeni në një pozicion të tillë zotërin gjyqtar, që gjyqtar, më fal, do ta korrigjojmë këtë pastaj. Jo, mos e vram një sepse lapsuse normale janë, nuk ka problem, jemi në bisedë të lirë, avokat. Por gjykata kushtetuese tani puna është do merremi me sistemin e drejtësisë apo ato politik? Në radhë parë, është politika që ka marrë disa vendime që janë antikombëtare, që shitet pasuria kombëtare, që shitet troje ose falen troje kombëtare, pas një arsye, pas një shkak. Atëherë protesta duhet të kthehet nga krau tjetër, gjykatës kushtetuese që është përballë serisë qeverisë, jo qeverisë, ç'pun ka kryeministri. Jo, gjykata kushtetuese nëse do anulloj dhe që duhet i anulloj dhe besoj se do t'i anulloj marrëveshjet që ka bërë Edi Rama, protesta automatikisht me zgjidhje. Atëherë nuk që ka bërë protesta nuk që ka kundër Ramës, por kundër drejtësisë, sepse ai është pushtet vetë avokat, ju e dini më mirë se unë. Të lutem, edhe një mos i ngatrojmë gjërat. Pushteti i tretë është gjyqësori. Po, atëherë ekzekutivi me legislativin ç'pun kanë aty? Po mirë, gjykata kushtetuese përse është sipas jush me që ma kundërshtoni mendimin? Jo, thjesht unë po diskutojmë avokat, sepse ju lejoni dhe mendimin kundër, edhe prandaj Jo, nuk është mendim kundër. Unë të them, gjykata kushtetuese ka detyrë themelore që të mbrojë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ka detyrë që të mbrojë territorin ekzistues të shtetit shqiptar. Kur nga territori i shtetit shqiptar ky ekzekutivi që dua ti shet mira metra, kilometra katrore u jep të huajve, atëherë gjykata kushtetuese çfarë mbron? Përse është? Pra është ai organ që ka të drejtën ekskluzive juridike që të anulloj këto marrëveshje antikombëtare të kryera nga Edi Rama. Ashtu sikur veproi në 2009 me marrëveshjen e detit. Rasti është 100% analog, por problemi është më i thellë dhe më i rëndë. Pra e nisëm tek ky bordi i jashtëquajtur i bordi i protestës. Se pas ka kërkuar ai kryeministri sot me ç'dëgjova, pas ka kërkuar që të flas me përfaqësuesit e opozitës. Unë i them Edi Ramës nuk janë ata përfaqësuesit e opozitës. Dhe ta di mirë. Jo, zoti Rama, nuk janë ata përfaqësuesit e protestës.
Përfaqësuesit real të protestës jemi ne që dalim dhe themi ditë për ditë të anullohen këto marrëveshje që ke kryer ti dhe ti t'japsh automatikisht me njerë urgjentisht t'japsh dorëheqje dhe të shkosh para drejtësisë për tradhti të lartë kombëtare. Instituti Politikave të Sigurimit Kombëtar, një institucion juridik i ligjshëm, ka hartuar dhe ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese dhe në SPAK të tërë ka denoncuar veprimin antikombëtar të qeverisë Rama. Dhe shpresojmë që kjo punë do marrë zgjidhje. Por problemi është këtu. Nuk është një Edi Rama dhe nuk është një XY. Janë të gjithë spionët e futur në pushtet të Shqipërisë gjatë këtyre 13 viteve që po shesin dhe po bashkëpunojnë me Edi Ramën për shitjen e trojeve kombëtare. U bë një veprim skandaloz. Ja sa e ambasadorkës që fute Turk TV. Të lutem avokat. Të lutem. Mos mu lut fare. Për tek saj. Ajo na provokoi dhe na ka fyer si komb. Dhe ajo duhet të shpallet në ngrata brenda 24 orësh si qërohet nga Shqipëria. Ja, avokat. Ku ti thot ajo shqiptarët nuk duan nënat e tyre? Ku t'ja thot këtë? Një, e dyta. Ka futur Eva Pangon që hoqi flamurin dhe u fut prapë brenda në ambasadë. Pse e ka bërë këtë provokim kaq të rënd ajo zonjë? Përse? E kuptoni që s'po ndodh. Pra kanë dalë hapur tani në mbrojtje të Edi Ramës, Izraeli dhe Amerikanët me heqjen e tyre. Pra do të thotë që Edi Rama u evacuon ujë në mullirin e atyre, jo në interes kombëtar. Atëherë ka për detyrë SPAK-u që ta arrestoj atë zonjën, atë Eva Pangon, se emrin e asaj dëgjova, nuk e di mund të jetë mundim dhe gabim, po kështu më thanë, kështu dëgjova, kështu hap në media, sepse ajo që e futur nga ambasada për të hequr flamurin dhe pra doli nga ambasada, hoqi flamurin dhe fut prapë në ambasadë. Videon e kemi. Pra kjo ambasadorja izraelite, unë nuk them kot ambasador ka. Dhe e them me një inat dhe me një urrëtie të jashtëzakonshme, jo se është hebreje, jo se është qifute, po se është një armike e betuar e popullit dhe komitim. Shpip, gënjen. Avokat, të lutem, të rikthehemi tek 5 pikat. 5 pikat. E para, dorëheqja e panegociueshme. E dyta, qeveri teknike 12 mujore tranzitore, jo partjake.